Ekspozita Urat në qendër të Prishtinës po vazhdon të përcillet me shumë interes nga qytetarët e Kosovës. Ekspozitë kjo që po sjell kulturën dhe trashëgiminë e pasur të Arabisë Saudite. Ekspozita Urat ka mirëpritur mijëra qytetarë nga e gjithë Kosova që nga fillimi i këtij muaji. Ekspozita unike ka bërë që edhe qytetarë nga qytetet e tjera të Kosovës të vizitojnë kryeqytetin për të përjetuar nga afër këtë ekspozitë. I tillë është edhe Bekim Kokollari që nga Prizreni po viziton këtë ekspozitë. Ka një përshtypje jashtëzakonshme, për shembull këto mikpritja saudiane me kafën arabe, me ato hurmat e sene ishte një mikpritje jashtëzakonshme. Plus ato divanin, ato cilin i kanë ndoshta i ngjatson edhe pak a shumë edhe odave tona. Historia e qytetit të Mekës, mimberi dhe këndi i realitetit virtual janë këndet që u veçuan më së shumti nga vizitorët. Po, më bani përshtypje, historia e Mekës, megjithëse të gjitha ishin interesante dhe i kishin një veçori, mirë po më së shumti historia e Mekës, së shenjtë, pastaj mimberi pejgamberit alayhis salam, se si ka qenë, edhe kjo shtypshkronja ose botimet e Kuranit fisnik. Mu pëlqej shumë aja të qabja aty që ishin ata shumë e mirë vizita, ekspozita që është shumë e mirë pëlqej. Si me konë aty dhe ishtë një moment më dëki që po du më rëzu kër e shikojsh, se më desha që jam nalt atje në qabe. Edhe ishtë një farë gëzimi, një farë vullnet kër i pajsh ata. E mirë se ardhur, kjo ekspozitë është edhe për Ram Zenunin. Kjo edhe për shkak se për shumë qytetarë të Kosovës, ky vend ka qenë vështirë i vizitueshëm në të kaluarën. Mu pëlqej se, me thosë sinqerisht, këtu rrallë kemi pas rastin këtë periudhën e kaluar, po flas, ma tepër për pas rast i prezentua këtu gjitha këto gjëra të këta arabë të tyre me marrë kontakt. Unë mendoj që jo hera parë që një panajeri tillë hapet në Kosovë. Po më mirë që keni bërë këtë prezentim të mirë para opinionit kosovar për më mbujt të një farmasa dhe këtu më njoftë opinioni me këto të arritur atë. Vizita e qabës përmes realitetit virtual për dikë tjetër ishte tejet emocionuese. Vim për Prizrenit, kemi ardhur ekstra rastisht për shëtitje këtu në Prishtinë edhe po në panajirin e juj. Përshtypja që me këtu ke foajeri atje, vijare, pa të mundësi pak me pa qabën, shumë e madhe, në krahasim me që shohim në për foto e kështu. Për pjesën tjetër, nuk po di, shumë organizim i mirë, ju lumt kush e ka organizu. Ekspozita Urat si ekspozitë ndërkombëtare po realizohet në Prishtinë falë bashkëpunimit të Bashkisë Islame të Kosovës dhe Ministrisë së Çështjeve Fetare të Arabisë Saudite. Ekspozita u hap zyrtarisht me 2 maj dhe të zgjas deri më 11 maj. Në këtë ekspozitë përmes seksioneve të veçanta, vizitorët mund të mësojnë më shumë për Arabinë Saudite, historinë e Mekës, dorëshkrimet e çmuara të bibliotekës së Mekës, botimet e Kur'anit, garat ndërkombëtare të leximit të Kur'anit, artin e kaligrafisë arabe, si dhe të përjetojnë nga afër ndjesinë të qenurit pranë qabës së bekuar përmes teknologjisë së realitetit virtual.